Si mendoni, çfarë do duhet bëj SPAK në një situatë të tillë ku ka ngritur dhe një task force për hetimin e krimeve zgjedhore, ndërkohë gjatë ditës sotme është marrë vetëm me qytetarë të caktuar që kanë fotografuar votën? Zotri, unë fuqinë e SPAK-ut e pas që nga gjyqtarja që gjykon Sali Berishën. Shtyj sot, shtyj nesër, shtyj pas nesër. Dhe me këtë besoj se e kam thënë të tëra. Për ata që kanë veç dhe më në kokë. Po si është e mundur, sepse ju keni pasur besim shumë të madh te SPAK-u? Tradhtia ose ndryshimet janë të përjetshme në historinë njerëzore, nuk është rasti i parë që po zgënjehemi. Nuk është rasti i parë, as i fundit nuk është. Që pengon SPAK-u, zotëri, të zbatoj ligjin, ne nuk kërkojmë nga SPAK-u të bëj ligj. Ne kërkojmë të zbatoj ligjin që ka, pse nuk e zbaton? Ka që thjeshtës. Kush e komandon? Se unë di që e krijuan Amerikanët dhe e paguajnë Amerikanët, qoftë Byron Kombëtare të Hetimit, qoftë SPAK-un. Atëherë ata që i kanë krijuar dhe i paguajnë këto dy struktura, ku janë? Kaq. Po çfarë ka ndikuar tek SPAK-u që ka ndryshuar këtë rrjedhë të hetimeve apo qasjen kundrejt elementëve të korruptuar? Atë nuk e di. Kanalet e nëndeshme, rrymat e nëndeshme dhe marrëdhëniet sekrete që punojnë jashtë syrit dhe veshit të qytetarit, ato nuk kam si t'i di. Unë di dhe gjykoj vetëm atë që shikoj dhe që perceptojmë të gjithë bashkë ditë për ditë. Që SPAK-u nuk po punon, nuk po bën atë që duhet të bëj. Tallet një gjyqtare është 5 herë që shtyn gjyqin e Sali Berishës. Pse? Kjo do të thotë që Sali Berisha ka kratë fort. Kjo do të thotë që gjyqtarja nuk është e pavarur në punën e saj. Kjo do të thotë që gjyqtarja nuk mund të zbatoj ligjin. Kjo do të thotë që gjyqtarja dhe gjithë trupe e saj duhet t'japin dorëheqjen në ajo punë. Po mos ndoshta SPAK-u e ka lënë pas zgjedhjeve goditjen e elementëve të korruptuar ose të figurave të larta pas atyre që goditi para 11 majit? Edhe kështu mund të ndodhë, nuk e di. Nuk e di programin e tyre, nuk e di planin e tyre, nuk e di politikën e tyre. Mendoj që edhe kështu mund të ndodhë dhe duhet të ndodhë. Që me njëherë nga nesër të fillojnë arrestimet, të që është thënë që do arrestohet zëvendës kryeministri Belinda Balluku e të tjerë dhe Edi Rama dhe Sali Berisha. Tani nesër e tutje presim të shohim ç'do ndodhë. Unë pres akoma, nuk e kam humbush presën që këto të bëhen. Megjithatë, nuk jam unë vendimarrësit janë jashtë meje. Si mendoni, nisur nga analiza që ju mund të bëni apo krahasuar me zgjedhjet e kaluara apo ajo çfarë keni parë këtë fushat elektorale, a do të mundet Edi Rama të fitojë mandatin e 4 apo Sali Berisha mund të bëj një surprizë në këtë rast? Asnjë rast tjetër nuk do ndodhë për 2 arsye. E para, Edi Rama nuk mund të plotësoj në vendet që i duhen për të marrë pushtetin prapë dhe për të marrë mandatin e 4. Sepse kjo do ishte pastaj një dënim, një pushkatim politik për shqiptarët e për Shqipërinë. E dyta, Sali Berisha prapë është person non grata, nuk mund të marrë pushtet, nuk mund të bëhet kryeminist në Shqipëri. Pra, Sali Berisha si duhej nëse do ishte me të vërtet për interesin e kombit dhe të shtetit dhe të popullit shqiptar. Nëse do punonte të vërtet për interesat e popullit, Sali Berisha që para 10 vjetësh, 12 vjetësh duhet jepte dorëheqjen e parë popullshme dhe të mos merrej fare me politikë që janë të pensionit. Po Sali Berisha nuk hiqe sepse ata që e kanë vënë e urdhëronin i thonë atje, rri atje dhe do bësh ato që themi neve, si 100% s'ken Alvis. Dhe ai është i detyruar tani ta hedhë vallën sipas orkestrës që i vjen nga Beogradi dhe nga Atina. Si mendoni, çfarë qasje do të ketë Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj këtyre zgjedhjeve, të cilat vetëm në ditën e procesit të votimit duhet thënë që janë shoqëruar me tensione shumë të forta, gjë që nuk i kemi parë në zgjedhjet e kaluara? Jo, i kemi parë dhe në zgjedhjet e kaluara. Jo, një llojan. Jam më i vjetër nga ti unë dhe i kam parë shumë herë. Po, sidomos kam parasysh të paktën zgjedhjet e vitit 2021.
janë bërë në të kaluarën edhe më keq akoma. Edhe ata europianët që mi përmende, që unë nuk dua të vizër njeri në gojë europianët dhe Bashkimin Europian, se ky nosroku i socialistëve, ky thot votoni thot për pasaportin evropiane, u thot votoni se do shkonin në xhenet, do shkonin në parajs, votoni u thot se do t'u japun pasaportin e parajsës. Këto edhe populli shqiptar i ha këto. Është fatkeqësi, ka shumë njerëz që e han këtë gënjeshtër, këtë mashtrim të paskrupull që bën ky njeri pa moral. Por ditë të them këtë që nuk do ketë mundësin as njeri as tjetri të formojnë qeveri dhe për këtë skak o do përsëritën zgjedhjet ose do hyjnë pushtet qeveria teknike për të përgatitur vendin pastaj për zgjedhje nga muaji tetor nëntor i këtij viti. Ndoshta Edi Rama ka garanci nga Bashkimi Evropian që mund ta sigurojë pasaportën evropiane, por edhe integrimin në BE. Është absolutisht e pavërtet, e pamundur. Bashkimi Evropian nuk mund t'i jap të tilla garanci Edi Ramës, sepse Bashkimi Evropian nuk ka një qeveri të vetme. Bashkimi Evropian ka 26 shtete dhe jo të gjithë janë dakord me ato pislliqe që bën Edi Rama. Se paritshme ajo. Si mendoni, çfarë do ndodh me SPAK-un në varësi të qeverisë së re që do të krijohet, në qoftë se do të jetë Edi Rama kryeministër apo Sali Berisha? Cili prej tyre mund ta shkrijë SPAK-un? Për këtë nuk mendoj fare dhe nuk kam mendim, sepse asnjëra as tjetra nuk do ndodh. Nuk mund të marrin pushtet asnjëri as tjetri. Mbajeni mend këtë që u them unë, dhe kështu do ndodh. Jo, do përjashtohen nga politika që të dy, sepse nuk mund të ecin më kështu më tutje, dhe pushtetin Shqipëri do ta marrë qeveria teknike. Se sa do ndodh kjo nuk e di, nuk varet nga unë, po unë di që nuk do ndodh. Pra ju mendoni se fati politik i Berishës dhe i Ramës është përjashtimi i tyre nga jeta politike? Eksaktësisht ashtu. Duhet të qërohen këta dy nga politika dhe partitë edhe të komplet grupet e tyre kriminale, edhe në këtë mënyrë do shpëtojë Shqipëria. Ndryshe është shansi i fundit që u jepet shqiptarëve për t'i përzënë këto dy në përka, ose këto dy boa të mëdha, këta dy gjarpërinj ose oktapodh, quaj çfarë të duash, që kanë zënë për grykë Shqipërinë dhe nuk e lëshojnë. Pra duhen azdistuar këta që të shpëtojë Shqipëria. Ndërkohë në jug ka shpërthyer një skandal, të paktën sipas raportimeve në media, ku një ish kryetar bashkie dhe aktualisht kandidat për deputet i Partisë Socialiste është kapur në një intimitet me një nga punojësit e Bashkisë Përmedit. Ju e keni përmendur më parë se në jug do të shpërthej, nëse keni pasur fjalën konkretisht për këtë ngjarje, ju si e shikoni një skandal të tillë dhe pse ka kaluar kaq në heshtje? E para ai skandal është maja e icebergut. Un kam thënë që në jug do shpërthej, dhe sepse kisha informacion të saktë nga qytetarët e jugut, qoftë në Sarand, qoftë në Tepelen, qoftë në Gjirokastër, qoftë në Kurveles, unë e dija mirë çfarë do ndodhte. Dhe çfarë po bëhej. E dija mirë çfarë po bëhej, jo çfarë do ndodhte, po çfarë po bëhej, e dija mirë se kisha informacionet.